Ajo që ne do ta bëjmë në mënyrë solemne është kjo. Deri në fund të muajit tetor, ne duam që unanimisht ky vendim joni këtu të mbret tek kryeministri. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe jam i bindur që kryeministri, siç e tham, do vërë dorën sëmër dhe them se do ta vërë në zgjidhje këtë problem. Kjo është e para. E dyta, ata që kanë iniciuar një 3 kilometrësh që është për të hedhur hi syve, jenë të lutur ta bëjnë me standarde se ne do bëjmë oponencë me inxhinierët tanë dhe do ta mbrojmë rrugën se ç'kuptim ka të fillojë rruga edhe më para të prishjes sa të fillojë. Dhe e fundit, nëse nuk do të vejnë vesh shurdhur kjo punë, ne nëse sot jemi 500 vet, do bëjmë 1000, 2000 bashkë me bashkëdhëtarët jashtë shtetit, me imigrantët, dhe këtë problem ne do ta çojmë deri në fund.